Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, premton se qeveria po punon për gjetjen e zgjidhjes ligjore, me të cilin studentëve shqiptar të juridikut do të mundësojë që provimin e jurisprudencës ta jepnin në gjuhën shqipe. Mickovski tha se po kërkohet zgjidhje kushtetuese sipas standardeve ndërkombëtare, pasi ligji për gjuhët është kontestuar në gjykatën kushtetuese, pikërisht për pjesën e gjyqësorit dhe se Komisioni i Venecias ka dhënë mendim negativ për këtë ligj. Istovremeno fakti дека студентите кои што изучуваат правен факултет на својот мајчин, во случајот албански јазик, имаат право да го прават тоа и се дел од образовниот систем во Македонија. Така што ние формиравме комисија, таа комисија е составена од уставни експерти и таа работи на изнајдување решение кое што ќе биде и уставно и согласно меѓународните стандарди. Njëkohësisht, është fakt që studentët që studiojnë juridiku në gjuhën anëtare, në këtë rast gjuhën shqipe, kanë të drejtë ta bëjnë këtë dhe janë pjesë e sistemit të arsimit në Maqedoni, kështu që ne kemi formuar komision. Ai komision është i përbërë nga ekspert kushtetues dhe po punon për gjetjen e zgjidhjes që do të jetë edhe kushtetuese dhe sipas standardeve ndërkombëtare, tha Mickovski. Për kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, protesta e studentëve kishte ngarkesë politike, ndërsa për këtë tha se ka njoftuar aleatët në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Me thirrjet duam drejtësi dhe pankarta si respektoj ligjin për gjuhët dhe marrëveshja e orit nuk rinegociohet, filloi protesta e studentëve në Shkup. Studentët shqiptar u mblodhën te kura e Gurit me kërkesë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Protestuesit pritën mbritjen e studentëve nga Tetova dhe më pas marshuan drejt sheshit të Shkupit duke u ndalur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Ata kërkuan nga Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, të respektojë ligjin dhe të mundsojë dhënien e provimit në gjuhën anëtare. Nuk do lejmë që Shqipja të trajtohet si opsion, sepse Shqipja nuk është opsion, Shqipja është identitet. Sot, nga ky shesh, nga ky zë i përbashkët, ne po themi një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka shtet të së drejtës pa respekt për gjuhën, nuk ka parazit pa shqipe, nuk ka parazit pa shqipe. Studentët dhe njerë dorëzuan kërkesë deri tek ministri Igor Filkov që provimi të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Protesta e sotme u përkrahë nga partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Arber Ademi, kritikoi qëndrimin e mbajtur nga ministri i Drejtësisë. Qose s'ka qenë 30 vite në gjuhën shqipe, a nuk duhet edhe sot tjetë? Sot është parashtruar kërkesa, sot u aktualizu kërkesa, madje nuk duhet fare kërkesa. Dhe sot ne po e shohim qëndrimet e Filkovit, i cili thot, provimi i jurisprudencës është provim për kontrollin e njohurive gjyqësore njëherë thot, pastaj pas 2-3 javë kur e sheh se gabon në rënd, thot se është provim profesional dhe se nuk është procedurë administrative. Edhe të njëra, edhe të tjetra gënjen. Ligji është i qartë. Ishte sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Arber Ademi. Si pjesë e koalicionit bashkëqeverisës, krerët e koalicionit Vlend thonë se në 2 dekadat e fundit ka patur 7 ministra shqiptar të BDI-s në Ministrinë e Drejtësisë dhe nuk e ka rregulluar këtë çështje. Kryetari i BES-s në Vlend, Bilal Kasami, tha se Partia Ahmetit po i fshet dështimet e veta pas protestave të studentëve. Sigurisht që përkrahim çdo protestë studentëve dhe ashtu siç e kemi deklaruar që nga kryeministri dhe eksponent tjerë të qeverisë që ne garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet ashtu si duhet, por është ironike ajo që partitë opozitare, veçanërisht BDI, sot ka dalë në përkrahje të studentëve për të zgjidhur problemet të cilat ajo ju ala këtyre studentëve. Por mund të them që jam krenar se sot studentët janë të lirë të protestojnë edhe përkundër faktit që kjo çështje u është garantuar që do zgjidhet. U shpreh Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes BESA. Me kompetencë shkencore dhe juridike, po ose për fat të keq, gjua shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk është zyrtare, apelon ish kryetari i Alternativës Zeqiria Ibrahimi në postimin e tij të fundit në rrjetet sociale. Lidhur me këtë, sipas Ibrahimit, fajtorët nuk janë anonim. Ai premton se gjua e provimit të jurisprudencës së shpejti do të zgjidhet në favor të kërkesës së studentëve shqiptar, por shton se kjo nuk do të ndryshojë faktin se gjuhën shqipe e ka lënë në këtë gjendje ata që pushtetin e kishin futboll në qeveri dhe biznes në lotari. Ndërkohë Mickovski tha se qeveria ka formuar një ekip me ekspert kushtetues, të cilët po punojnë për të gjetur një zgjidhje e cila do të jetë kushtetuese dhe e përshtatshme me standardet ndërkombëtare.
Pas protestës së studentëve në Shkup reagoi dhe ministri i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim zyrtar të ministrisë thuaj se shpreha e lirë e qëndrimeve dhe nismave përmes tubimeve publike përbën një segment të rëndësishëm të shoqërisë demokratike dhe kontribuon në avancimin e dialogut publik. Përmes një komunikate thuhet se me keqardhje konstaton se protesta edhe një herë tregoi përpjekje për manipulim të qytetarëve nga strukturat politike që për më shumë se 2 dekada kanë marrë pjesë drejt për drejt në krijimin e gjendjeve të këqija në sistemin e drejtësisë. Sipas ministrit të drejtësisë, këto veprime hapin dyshime për përpjekje për manipulim publik dhe instrumentalizim përmes nxitjes së çështjeve të ndjeshme, si dhe përdorimit të dukshëm të retorikës etnike për arritjen e qëllimeve afatshkurtra politike. Opozita maqedonase qëndron për krah kërkesave të studentëve shqiptar në Shkup, në të cilësinë antarit të bordit ekzekutiv të LSDM-s, Venko Filipçe tha se mesazhi është i qartë, ligjet ekzistojnë dhe ato duhet të zbatohen në mënyrë të drejtë të barabartë për të gjithë. Kjo nënkupton dhe respektimin e të drejtës legjitime që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në gjuhën shqipe. Ne kemi qenë gjithmonë të hapur ndaj qytetarëve në veçanti ndaj studentëve. Besojmë në dialog, në mirë kuptim dhe në politika që garantojnë barazi reale, apelojnë nga LSDM-ja maqedonase. Tirana zyrtare qëndron në krah protestës së studentëve për provimet në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Propën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha deklaroi se përdorimi i gjuhës anëtare përbën një të drejtë themelore të garantuar nga Kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. E kam ndjekur me vëmendje shqetësimin e shprehur dhe kërkesën e drejtë dhe legjitime të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për dhënien e provimit në gjuhën shqipe, shkruan Hoxha. Ai thekson se studentët meritojnë përgëzim për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre. Kjo kërkon një përgjigje në të njëjtin standard përgjegjëshmërie përmes dialogut konstruktiv dhe zgjidhjeve që respektojnë plotësisht të drejtat e garantuara, apelon ministri i jashtëm i Shqipërisë. Nga opozita shqiptare reagoi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në një postim në rrjetet sociale, Gazmend Bardhi shkruan se përdorimi i gjuhës shqipe është një drejtë themelore garantuar nga Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Shqipja nuk negociohet të bëjë thirrje qeverisë shqiptare që të marrë menjëherë masa për të ndërhyrë pranë autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë që të shmanget kthimi pas në kohë të errta. Rruga e të dy vendeve fqinj është e përbashkët drejt Bashkimit Evropian, por në çdo çast Republika e Shqipërisë e ka detyrim kushtetues të mbrojë të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj, apelon kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Drejt zyrtarizimit shkrihen në subjekt të vetëm politik të koalicionit Vlen. Bilal Kasami, kreu i Lëvizjes Besa, bëri të ditur se Kongresi i parë i Vlenit si subjekt politik do të mbahet më 9 maj. Ndërkohë që grupet e punës po koordinojnë për përgatitjen e tij. Në Vlen, vazhdon punët grupi i punës në drejtim të koordinimit të aktiviteteve për përgatitje të kongresit të parë, i cili është dakurduar të jetë me 9 maj. Në këtë fazë grupi i punës punon në drejtim të përgatitjes së programit, platformës dhe të statutit të partisë, ku do të jenë të përcaktuara të gjitha parimet bazë. Situata aktuale politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndryshimet kushtetuese dhe bashkimi në një parti i koalicionit Vlen ishin në thelb të takimit ndërmjet ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Nicole Varnes, dhe kryetari i televizjes Besa Bilal Kasami. Kasami konfirmoi se me ambasadoren amerikane është diskutuar dhe për politikat e qeverisë që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve. U hapën edhe temat ku kisha thënë pushtetit qendror apo zhvillimeve në nivel qendror, ku po ashtu e informova ambasadoren edhe për zhvillimet brenda Vlenit edhe sa i përket zhvillimeve në qeveri, për gjithë atë që ka të bëjë me përmirësimin e jetës së qytetarëve apo sfidat me të cilat ballafaqohemi sot për gjithçka që ka të bëjë në përditshmërinë tonë. Rajoni. Albulena Axhiu është në ditën e parë të punës në mandatin e ushtruesit detyrës së presidentes së Republikës Kosovës. Uroj që secili në këtë institucion ta bëjë të japë më të mirën nga vetja, ju tha Axhiu stafit të presidencës. Ajo mori zyrtarisht të detyrë të shtunë në një ceremoni zyrtare nga ish kreu i shtetit Vjosa Osmani. Kryeministri i Kosovës treguar optimist për zgjidhjen e çështjes së presidentit të Republikës pas takimit me kryetarin e LDK-s, Albin Kurti vlerësoi se është sfiduese për një parti me 61 mandate deputetësh të garantojë 81 vota për kreun e shtetit. Numri 80-81 nuk është saku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq.
80-81 duhet të jetë rezultati në bram në rastin më të keq. Të kjo Osmani ka qenë një rast tjetër. Jo të jetë synimi ynë maksimalist. Megjithatë, sipas tij, në këtë fazë nuk ka emra konkret dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos si shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Kurti deklaroi se do të përpiqet që të ketë takim dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Kryetari i LDK-s pas takimit me kryeministrin Albin Kurti konfirmoi se nuk mund të flasë për pozicione dhe për kërkesat që kjo parti ka arritur për marrëveshje me presidentin. Lumir Abdigjiku kërkoi që bisedimet të përqendrohen fillimisht rreth parimeve të procesit. Çdo marrëveshje që siguron forumin domosdoshëm për presidentin e arshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur, por këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund të takojnë një parti politike. Deklaroi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama përgjigjëstroi çdo informacion të mundshëm për bllokim të procesit të integrimit. Shefi i qeverisë sqaroi se ky muaj është pjesë e bisedimeve intensive dhe në muajin maj do të merren vendimet përkatëse. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Negociatat nuk janë një shëtitje në lëndin, por janë një proces testimi i vazhdueshëm dhe provimesh të vazhdueshme. Në këto kushte, kryeministri u ndaldi në rëndësinë e standardizimit të punësimit në administratë për të garantuar ecurinë e negociatave në procesin anëtarësimit. Duhet një administratë e fortë, një administratë që ka aftësi nga njëra anë dhe integritet nga ana tjetër, për të pasur rritjen e vazhdueshme që kemi, qoftë nga të ardhurat në dogana, qoftë nga të ardhurat në tatime. Ministria e Ekonomisë në Shqipëri shpalos nismën për paraqitjen e vendeve të lira të punës në të gjithë sektorin publik përmes portalit puna.gov.al. Sipas Delina Ibrahimaj, qëllimi është standardizimi i punësimit të administratës. Ministri i Ekonomisë sqaroi se të interesuarit kanë 7 ditë afat për vendin e punës që duan dhe aty mund të gjejnë edhe rezultatin. Vendet e lira të punës për gjithë pjesën e administratës publike, jo në punës civil, pra për gjithë ata që operojnë me kodin e punës, ku bën pjesë një numër i madh institucioneve publike, por bën pjesë një numër i madh gjithashtu institucioneve të pavarura apo i ndërmarrjeve shtetërore si Keshi, OSHE-ja, Posta Shqiptare, të cilët kanë një numër të madh të punësuarish. Ndaj vendosëm që të gjithë këto vende të lira dhe publikimin e tyre ta qëndërzojmë në portalin e vetëm puna.gov.al. Për Adea Pirdeni, ministre e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, sfida kryesore është sigurimi i kapaciteteve njerëzore. Ne do të jemi gjatë gjithë kohës ata që do të monitorojmë mënyrën e zbatimit të këtyre detyrimeve nga institucionet, mënyrë që të shikojmë hap pas hapi se si institucionet jo vetëm i publikojnë këto thirrje, po si reagojnë ndaj thirrjeve. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kritikoi ashpër NATO-n për mosmbështetjen në luftën me Iranin. Nga shtëpia e bardhë, Trump u tha gazetarëve se ishte shumë i zhgënjur nga NATO-ja. Ai tha se lufta kishte lënë një gjurmë në NATO që nuk do të zhdukej kurrë. Ai akuzoi aleatët se kishin ofruar shumë vonë mbështetje. Trump gjithashtu kritikoi aleatët e paqësorë, duke thënë se ata kishin dështuar ta ndihmonin Washingtonin në luftën me Iranin. Not just NATO. South Korea didn't help us. Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. Japonia nuk na ndihmoi, Australia nuk na ndihmoi, Korea e Jugut nuk na ndihmoi dhe pastaj kur arritëm te NATO nuk na ndihmoi, deklaroi Donald Trump. Ushtria izraelite paralajmëroi qytetarët në Iran të shmangin përdorimin e trenave në të gjithë vendin për disa orë.
Një deklaratë postuar në kompaninë amerikane të mediave, zëdhënësi ushtrisë izraelite u bëri thirrje banorëve të mos përdorin transportin e kurrëdor deri në orën 21 sipas orës lokale. Deklarata nuk dha detaje të mëtejshme mbi arsyeën e paralajmërimit, por të tilla mesazhe vijnë përpara sulmeve të mundshme. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.